Festivali rinor Rinart, i organizuar nga Këshilli i Qarkut Korç, vijoi natën e dytë të tij me pjesëmarrjen e nxënësve të gjimnazit Fuad Babani. Të rinjt sollën në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi, interpretime, këngë, kërcime, performanca artistike dhe sfilata, duke treguar energjinë dhe potencialin e tyre. Koordinatori i festivalit Sokol Çeka theksoi rëndësinë që ka kjo nismë për nxitjen e talenteve të reja në të gjithë qarkun. Kemi punuar vërtet dhe jemi lodhur pak, por finalizimi ja vlejti. Të rinjtë tashmë i edhin sytë drejt artit, drejt sportit, por kjo e sotmja ishte diçka shumë pozitive, pasi ata plus shkollës arsimit të tyre fitojnë edhe një eksperiencë të tyre për gjithë jetën që do ta kenë. Të emocionuar dhe plot energji, nxënësit pjesëmarrës ndanë përjetimet e tyre pas performancave. Ishte një udhëtim shumë emocionues për ne. Ne kemi marrë vit pjesë në Rin Show, mirë po këtë vit ja kishim marrë pak më shumë dorën, edhe munduam që të vinim në skenë gjëra shumë të bukura. Dhe vërtet ishte diçka shumë e bukur sepse arti ka të vetën, më të vetën, të fal emocionet pa para. Ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe presim të fitojmë. Sa të rëndësishme janë këto aktivitete për? Shumë të rëndësishme për ne, sepse ka emocione, të rinjt kanë mundësi që të shfaqin talentin e tyre. Ky është viti i dytë që marr pjesë në këtë konkurs, në Rinart. Është një ndër eksperiencat më të bukura sepse i jep mundësi të rinjve që të shfaqin talentet e tyre pa u drojtur, i jep eksperiencën, u jep mundësinë që ata të shfaqin veten e tyre të vërtetë. Pas performancave të nxënësve nga Pogradeci dhe Devolli, festivali do të vijojë me shfaqjet e gjimnazistëve të Maliqit dhe Kolonjës për të kulmuar me finalen e madhe që do të mbahet më 16 maj në Pazarin e Korçës, ku do të shpallen fituesit në secilën kategori artistike.